Ju bë fest në Burg, shkoi dhe i biri Klodiana Lala tregon çfarë ndodhi në qelinë e Erion Veliajt. Gazetarja Klodiana Lala zbuloi disa detaje nga qëndrimi në Burg i ish kryebashkiakut arrestuar të Tiranës, Erion Veliajt. I ftuar në një emision, Lala tregoi se pa kohë më parë ju bë një fest në Burg ku u vizitua nga i biri. Ai tha se javët e para pas arrestimit Veliaj ka qenë në situatë të vështirë emocionale dhe psikologjike. Veliaj është përballur me një situatë të vështirë emocionale dhe psikologjike në javët e para të arrestimit. Ishte një kandidat potencial për të zëvendësuar Ramën, por doli pa pranga nga zyra e tij. Ai fillimisht ka patur pritshmëri që jashtë Burgu do të kishte njerëz për ta atakuar, mendoi se do të kishte protesta në mbrojtje të tij. Veliaj u përball me dimrin e vetmisë së madhe, ai mbeti i vetmuar. Ishte kontrast i madh mes dy personave që kanë patur të njëjtën peshë në Partinë Socialiste. Tani e ka kuptuar që e kanë tradhtuar të gjithë dhe po përpiqet të ndërtojë një strategji ndonse të vonuar se si të dalë nga e gjithë kjo luftë e madhe, sepse janë 13 akuza, 9 për korrupsion. Më kanë thënë zyrtarët e burgjeve që është më i tërhequr, ka patur pretendime për trajtim në qeli, në kohën që u shoqërua për analiza mjekësore. Ka një procedurë të nisur nga avokati i popullit lidhur me trajtimin e Veliajt në Burg. Nëse janë shkelur të drejtat, por nuk është më Erion Veliaj i momenteve të para. Ka ndryshim të kursit, por nuk është i momenteve të para. U bë një fest në Burg, e zbukuruan Burgun, shkoi dhe djali atje. Ishte interesant, e parë nga ana njerëzore. Pra, po e ndaj sot në dy aspekte. Në Erion Veliaj, një zyrtar që ka perceptim të lartë për aferat, dhe një Erion Veliaj në momentet njerëzore. Ajo Laxoxa nuk e ka takuar, vetëm vllai dhe një ish zyrtar i bashkisë. Do kushi që po merret me çështjen e tij. Do ta ketë shumë të gjatë rrugën e përballjes me drejtësinë, tha Lala.